dita jone fundit këtu. Bëm gjesin në hotel, bëm check-outin, lam valizhet aty dhe tani po dalim. Misioni i parë, përveç se do hymë na 2 dyqane për Batolinën, është të shkojmë të pim një kafe në një bar që është hapiri këtu dhe isha kurioze për ta parë afër zonës. Dhe pastaj do shohim se çfarë do kemi next. Dhe ja i morëm Batolinës sa gjëra kështu easy thjeshta për Krishtlindje, për t'i vesh. Okej, erdhëm. Është shumë afër me centralen, me Metro Republika, por pas ka radhë. Si çdo gjë që po tentojmë të shkojmë, o duhet prenotim shumë kohë para, ose duhet mbani radhët. Dhe ja si duket vendi nga brenda, është realisht shumë cute, por nëse vini, duhet patjetër të rezervoni një tavolinë para, se rezervimet nuk funksionojnë, kurse edhe për sa i përket tavolinave, ju japin tavolina më të bukura. Jemi në Piola, edhe thashë këtë jemi në qytetin e studentëve dhe hekrim sa mu kum sjell tha të gjutë hujam si. Kemi duke shkuar një remarket quhet, është një si tip eventi trek vintage afër zonës së Lambrates, por do të marrim një autobus që të shkojmë. Se ju thash që këtë herë doja të bëja dy gjëra pak më ndryshe, nuk kemi shkuar në vendet tipike, mund të shkonim edhe te Arco della Pace o në Navili, por vendosëm që të shkojmë këtu, me që hekri e din që mua më pëlqejnë shumë gjërat vintage, dhe shpresoj që të jetë një treg i bukur. Gjithashtu na ndodhi një gjë tjetër shumë nice, në metro ishim duke bërë bileta dhe u afroi një vajzë dhe tha, një zoj më ka dhënë këtë biletën ditore dhe unë tha kam abonament, tha kam abone, kështu që merreni ju, se ca tjerë nuk po ja varnin, unë e mora, se thash mos donte të më kërkonte lek, po ja mora dhe faktikisht ishte shumë e sjellshme, falenderuam dhe fituam kot një bilet ditore, ndërsa një djalë këtu na ndihmoi që të gjenim këtë autobusin, sepse kishim një esim, po e mbaruam gjithë gigat, përfunduan, se shkarko aplikacionet e taksis, ato taksit na kanë marrë shpirtin. Dhe kështu tani jam shumë excited për këtë vendin që do shkojmë. Pas bëm një xhiro me autobus dhe pam gjithë zonën rezidenciale pasi kalon Lambraten. Arritëm më në fund këtu tek tregu dhe o zot inshallah është i mirë, se ndryshe do jetë një dështim. Zonja po më tregonte që këto janë nga edicionet e para të Swarovskit me printe. Më pëlqyen shumë vathët aty dhe kjo zonja po më tregonte që ja ka sjell një zonjë që ishte pak në vështirësi ekonomike dhe i tha, "Shiti sa të duash", edhe por problemi është se ishin nga aq stil vjetër sa ishin me kapsa dhe nuk e di a i mbaj dot apo jo, por më pëlqyen shumë. Dhe për të drejtuar aeroportit të Bergamos.
Këtu jemi shumë afër me stacionin e autobusit, kështu që jemi në kohë. Gjithashtu doja të thoja që vërtet është rritur shumë bileta e metros në krahasim me unë kur kam qenë ka qenë fillim 1 euro, pastaj ka pas qenë bërë 1,50 euro dhe tani është bërë 2,20 euro. Ama e kër. Miq, jemi në Bergamo, ishte një radhë të pabesueshme. Ideja është kemi shkuar dhe për të check-in-in se kishim një çantë të vogël 10 kg që e kishim të embarkuar. Dhe sigurisht duhet paraqitemi për shkak të pasaportës hekrit sepse nuk e di akoma kërkojmë verifikimet të pasaportës pavarësisht se ka ndodhur liberalizimi i vizave. Madje kur ishim në Gjermani na ndodhi një episod pa lidhje dhe madje raportova sjelljen e punojëses së Wizerit atje sepse u soll shumë keq me ne, shumë raciste dhe u ankova te menaxheri dhe dërgova dhe email Wizerit për gjithë ndodhin. Por që këtu nuk ndodhin kështu gjërash, nuk e di pse ndodhin në Gjermani, nuk e di a janë gjermanët më racistë se italianët, nuk e di. Sepse ajo insistonte të na kërkonte nuk mund të fluturosh në Shqipëri, thoshte hekrit, ku e ke vizën ti, edhe gjëra të tilla dhe ne ngelëm të shokuar kështu like ç'a po thua. Edhe përveç kësaj pastaj unë i thoja që e kam bërë atë check-in-in, thoshte ma trego. Dhe të shoh ja, po nuk ma nxjerr. Po jo tha, shkarko aplikacion, po gjithë sjellje shumë të keqe dhe ajo vetë ishte emigrante sepse ishte nga Amerika Latine dhe mbasi na u soll shumë keq edhe na thanë që çdo gjë është në rregull me këto dhe mund të kalojnë, aty pastaj një kap menaxherin dhe edhe ja numërova të gjitha sjelljet e këqija, nuk është gjë që para bëj, por që realisht ishte një sjellje shumë e keqe. Dhe kështu dhe isha shumë kurioze si do sillej kjo goca italiane, Por kjo goca italiane u soll shumë mirë faktikisht. Unë i thash që unë e kam bërë check-in-in, po për hekrin nuk dilte check-in-in dhe tha po. Tha ma trego check-in-in, thash nuk mundën ta tregoj sepse më shfik telefoni dhe tani kemi ardhur këtu te Panino Gusto që po e karikojmë, shikoni. Dhe mbrapa kam një gocë që vetëm po u lëret në video call gjithë kohës. E thënë kjo, i tha që më shfik telefoni, më tha, ma trego që të shfik telefoni, ja tregova dhe okej, tha fajn, edhe na të bëri check-in-in dhe asgjë tjetër. Domethënë çdo gjë shumë smooth. Ndërsa atë dite, atje ka qenë një epizod shumë i keq dhe nuk e di a ka vazhduar ky epizodi, a është ndjekur e të tjerë, por le të themi që unë e bëra të madhe. Hekër Loçka Por i thash hekrit që janë duke pastruar sepse sapo erdhi avioni. Pse na hapin në dorë në gjerne aty. Është polemik. Kemi arritur në shtëpi dhe doja që ta përfundonim vlogun këtu për t'ju treguar se çfarë kam marrë për Baton. Gjithashtu doja t'ju tregoja që jam duke lexuar këtë librin, kam marrë të gjithë trilogjinë dhe jam pothuajse deri në fundit, më kam ngelur edhe kaq. Në fillim mu duk si një libër tipik, ku ishte shërbëtorja që pastaj bëhej dashnorja, që pastaj ke parasysh ato tipike telenovelat, por që ka një kthim, ka shumë kthime dhe nuk e prisja dhe në fund fare doli interesant. Tani të shoh se si do vazhdoj, kështu që jo këshilloj, unë e kam lexuar për as 4 orë, domethënë gjithë këtë. Kështu që okej, nice, ja vlen, por do t'ju jap një review. Shkon Milano dhe gjeni po kë blen më shumë për Batolinën sigurisht. I kam marrë këto pantallonat në kadife, nuk duket shumë mirë ngjyra, por që ishin shumë bukura, kështu si baggy të gjëra me këto dy xhepat. Ishte edhe një ngjyrë tjetër, por preferuam me hekrin këtë ngjyrën dhe ja kombinuam po me një si tip këmishe
me të njëjtin material dhe ka këtë në kontrast që më pëlqeu shumë. Kjo ka kushtuar 26 euro, shpese e bukur. Dhe gjithashtu edhe pullat ishin me detaje, kurse këto kanë kushtuar 18 euro. Dhe i morëm edhe këtë si triko të butë. Shikojeni, për t'ja veshur, kjo është si pesh, kjo ka kushtuar 11 euro. Ja. Sepse ishin te Zara në Korse Buenos Aires dhe nuk është se kishe shumë zgjedhje dhe ja, sa ju am kështu, shkoj sa bukur. Pastaj, ishte ky dyqani që quhej So Cute dhe So Cute besoj. Dhe kishin gjërat shumë të lira, shumë të lira, realisht vetëm se mbaronin shumë shpejt se gjithë njerëzit ishin duke bler aty. Dhe ne morëm ca gjëra më shumë për tip Krishtlindjesh, vlogmas, edhe i mora këtë setin me të pambukta, po të trikotuar apo të pambukta, bashkë me këtë bluzën. Kështu për t'ja veshur kështu për afër pemës. Dhe këto kushtonin 12 euro. Dhe setet ishin shumë lirë. Këto dy bodit me më ngjata me tem Krishtlindjesh. I kam marrë gjitha gjëra Krishtlindjesh te ky dyqani se kushtonin pak dhe ishin fiks. Nuk doja të shpenzoja shumë për Krishtlindje, duke qenë se as sa ditë janë dhe më duken shumë nice, por ishte pak vështirë se gjitha masat kishin përfunduar. Dhe këto ishin 5 euro të dyja, pambuk 100%. Dhe gjithashtu i mora këto çorapet me këto hylla që nuk rrëshkasin, këto ishin 1,80 euro. Dhe kaq, këtu kam dhe biletat e Milanos. Më bëu shumë qefi që më në fund u ktheva në Milano. Le të themi që ishte si një cikël rikthimi. Shumë gjëra i gjeta ndryshe, siç ju kam treguar, shumë gjëra i gjeta të njëjta, me pak melankoli në disa aspekte, për disa vende që ishin mbyllur ku unë kaloja kohën, nuk arrita të takoj shumë njerëz, edhe pse më kanë shkruar sidomos ato të Italisë, por që unë nuk mund t'i takoj të gjithë, sepse aq ishin 2 ditë gati, kështu. Nuk e di nëse do jetoja forever në Milano, të them drejtën. Edhe kur jetoja në Milano, gjithmonë e shihja si një qytet ku unë do qëndroja një periudhë të caktuar. Milano është shumë e mirë për studime, është shumë e mirë për eksperiencat punës, të jep një edukat shumë të mirë pune, gjë që unë e kam fituar dhe e shoh në krahasim me vende të tjera dhe sidomos në Shqipëri. Por nga ana tjetër është një qytet që është të mbushur me të huaj që jetojnë atje, flas jo me turista, edhe unë kam qenë huaj, ekstra komentare, por këtë herë e pash që kishte akoma dhe më shumë, pjesa më e madhe e rrugëve ishte full me ekstra komentar të huaj që jetojnë aty. Dhe më bëri përshtypje në krahasim me shumë vite më përpara. Gjithashtu është një qytet pak kaotik, ndoshta qytetet më të vogla janë më të përshtatshme për familje, sepse unë tashmë kam familje, më kuptoni, nuk jam më Romina 20 vjeç që jeton në një qytet të madh europian, kështu që sigurisht kërkesat e mia janë ndryshe. Dhe pritshmëritë e mia sigurisht janë ndryshe sepse kam prioritete të tjera. Prandaj gjithmonë e ndjeja që Milano ishte perfekte për atë periudhë që kam shkuar dhe për ato kohë që kam qëndruar. Nuk jam pak, faktikisht janë 10 vite, por që le të themi që ishte një cikël që nisi dhe u mbyll dhe tani do fillojnë cikle të tjera. Sigurisht do të rikthehem Milano, ndoshta do rikthehem vetëm që të takoj miqt e mi të tjerë që nuk arrita t'i takoj. Ndërsa me Baton ndoshta do shkoj të vizitoj Milanon kur Bato të jetë më i madh, që kam mundësi t'i tregoj se ku kam studiuar, ku kam ndetur e të kështu me radhë, domethënë që të kem mundësi edhe një lloj bashkëbisedimi me të. Ndërsa kështu si fundjavë pushimesh me familje nuk e dia do rikthehem sërish, siç ju shpjegova për arsyet që ju tregova, sepse edhe klima ne patëm fat ishte e mirë, por nuk është shumë the best, ka destinacione të tjera ndoshta më nice për një fundjavë. Gjithsesi unë kënaqem gjithmonë kur shkoj në Milano, mes kujtimesh dhe rizbulimesh. Sigurisht bota ecën përpara dhe gjërat po ndryshojnë në të gjithë vendet, por shpresojmë që të ecin në drejtimin e duhur për mirë, sepse
dëgjojmë vetëm gjëra të çuditshme. Kur isha aty, po shihja në TikTok, se më funksionon të TikToku, po shihja që një gocë në trenin e drejtuar Monzës e kishin tentuar të arrihnin e të tjerë në tren dhe u habita sepse unë merra për herë trenin dhe as dëgjonim ndonjëherë kështu gjërash. Por që sigurisht momentin që vinë shumë njerëz nga vende të ndryshme të botës për të jetuar dhe janë aty me azil politik ose azil ku dëgjoj unë, janë në pritje të dokumentave të tjerë, jo çdo person që vjen është një person qytetar që nuk bën krim, më kupton tashmë qa nuk nëpërmjet social mediave qa nuk dëgjojmë sepse është bërë shumë herë më e aksesueshme kjo gjë. E thënë kjo, unë shpresoj që këto vlogjet t'ju kenë pëlqyer. Do kisha patur dëshirë t'ju tregoja më shumë dhe të flisja më shumë me ju, por nga ana tjetër ka qenë një eksperiencë e lezetshme, chill me Hekrin, kam biseduar shumë me të, kemi ecur shumë saqë i kemi këmbët copë dhe kishte shumë kohë që nuk rrinim vetëm unë dhe Hekri dhe bisedonim, flisnim, tregonim gjëra të ndryshme ose kujtimet kur kemi qenë me Hekrin Milano ose gjëra që nuk ka parë ose i ka parë dhe kështu me radhë. Unë do t'ju përshëndes. Mos harroni të më ndiqni, të bëni subscribe, të më supportoni, sepse vetëm në këtë mënyrë bëni të mundur që unë vazhdoj të bëj video. E di që ndoshta përsëris shpesh, por realisht do të thot shumë nëse ju e bëni. Dhe së shpejti kemi dhe ditëlindjen e Batolinës që bën 2 vjeç. Kam porositur disa zbukurime, por besoj që do t'ju tregoj në një vlog të dedikuar. Gjithashtu më komentoni se çfarë do keni dëshirë të shihni në vlogjet e ardhshme, sidomos në muajin dhjetor kur po mendoj të bëj vlogmas sipas kërkesës tuaj, kështu që më komentoni çfarë keni dëshirë të shihni, nëse keni dëshirë që të shkojnë në ndonjë vend, që shkoj të provoj në ndonjë vend që është hapur, apo të ftoj dikën në vlog, e kështu me radhë. Komentoni dhe unë ju puth.